Çdo prind e njeh atë moment. Vizita tek pediatri, pesha në peshore, grafiku i rritjes. Dhe pastaj, një fjali që mund të krijojë ankth. Ka shtuar më pak këtë muaj. Që nga ai moment fillojnë pyetjet. Apo ha mjaftueshëm? A kam bërë diçka gabim? A është diçka serioze? Pse fëmia im nuk po shton peshë si fëmijët e tjerë? E vërteta është se jo të gjithë fëmijët rriten njësoj. Por, ka arsye të ndryshme pse disa shtojnë më pak në peshë dhe jo gjithmonë kjo është shenjë alarmi. Në këtë video do të flasim qetësisht dhe qartë për arsyet më të zakonshme kur duhet të shqetësohemi dhe kur jo, dhe si mund ta mbështesim rritjen e shëndetshme të fëmijës. Çdo fëmijë ka ritmin e vet. Një nga gabimet më të zakonshme është krahasimi. Fëmia i shoqes ka shtuar 1 kilogram, i yti vetëm 400 gram. Por, rritja nuk është garë. Disa fëmijë kanë metabolizëm më të shpejtë, disa janë më aktiv, disa kanë prindër të hollë dhe trashëgojnë strukturën trupore. Grafikët e rritjes nuk matin vetëm peshën, por trendin. Nëse fëmia ndjek linjën e vet, edhe nëse është në përqindje më të ulët, kjo shpesh është normale. Problemi lind kur ka rënje të papritur. Ushqyerja jo e mjaftueshme, por jo gjithmonë për fajt të prindit. Në muajt e parë, arsyeja më e zakonshme është marrja e pamjaftueshme e kalorive. Kjo mund të ndodhë në disa situata. Bebet që lodhen shpejt gjatë gjithëdhënies, probleme me kapin e gjirit, sasi e ulët e qumshtit, interval shumë të gjatë mes vakteve, formula e përgatitur gabim. Por kjo nuk do të thotë që prindi ka dështuar. Shpesh janë çështje teknike që rregullohen me mbështetje të duhur. Refluksi dhe problemet gastrointestinale. Disa foshnja hajnë mirë, por nxjerrin shpesh qumshin. Refluksi gastroezofageal është shumë i zakonshëm në muajt e parë. Nëse humbja është e madhe dhe e shpeshtë, mund të ndikojë në shtimin e peshës. Po ashtu, probleme si intoleranca ndaj proteinës së qumshit dhe alergjitë ushqimore mund të pengojnë trupin të përthith lëndët ushqyese. Në këto raste, fëmia mund të duket i irrituar, me gazra, diare apo gjumë gjaku të jashtëqitje. Infeksionet e shpeshta. Fëmijët që kalojnë infeksionet e shpeshta, sidomos respiratore apo gastrointestinale, mund të humbin oreksin për periudha të caktuara. Gjatë sëmundjes, trupi përdor energji për të luftuar infeksionin, jo për të shtuar peshë. Nëse këto episode janë të shpeshta, grafiku i rritjes mund të ngadalësohet. Faktor gjenetik. Nëse prindrit janë të dobët ose me strukturë të imët, është e pritshme që edhe fëmia të jetë i tillë. Jo çdo fëmijë është i destinuar të jetë bebush i rrumbullakët. Në fakt, një fëmijë aktiv dhe i hollë mund të jetë plotësisht i shëndetshëm. Gjenetika luan rol më të madh se sa mendojmë. Fillimi i ushqimeve të ngurta. Kur fillojnë ushqimet e para, disa fëmijë hanë më entuziazëm, të tjerë jo. Nëse kalimi nga qumshit e ushqimi i ngurtë është i ngadalt, mund të ketë periudhë tranzitore ku shtimi në peshë ngadalësohet. Gjithashtu, disa prindër fokusohen tek puret me pak kalori, pa shtuar yndyrë të shëndetshme si vaj ulliri, avokado apo kos. Fëmijët kanë nevojë për energji të dendur, jo vetëm volum. Aktiviteti i lartë. Disa fëmijë nuk dalen as një sekond. Lëvizin, zvarriten, ecin herët, ngjiten, kërcejnë. Sa më aktiv të jetë një fëmijë, aq më shumë kalori djeg. Dhe kjo mund të reflektohet në shtim më të ngadalt në peshë. Por shpesh, këta fëmijë janë të fortë, energjik dhe plot vitalitet. Çështje hormonale ose metabolike. Në raste më të rralla, shtimi i dobët në peshë mund të lidhet me probleme me tiroiden, çrregullime metabolike, sëmundje kronike, probleme kardiake. Por, këto zakonisht shoqërohen me simptoma të tjera: lodhje, sverdhje, infeksione të shpeshta, zhvillimi i ngadalt. Prandaj, vlerësimi mjekësor është i rëndësishëm kur ka dyshim. Stresi emocional. Edhe fëmijët e vegjël ndjejnë ndryshime në ambient. Ndryshime të mëdha si ndarja e prindërve, lindja e një motre apo vëllai, ndërrim ambienti, konflikte në shtëpi. Të gjitha mund të ndikojnë në oreks. Trupi dhe emocioni janë të lidhur.
Kur duhet të shqetësohemi? Shenja alarmi janë rënje e papritur në peshë në grafik, humbje peshe, mos shtim për disa muaj rresht, lodhje e theksuar, zhvillim i vonuar motorik, mos interes për ushqimin. Në këto raste, duhet konsult pediatrike, por në shumicën e rasteve bëhet fjalë për variacione normale. Çfarë mund të bëjnë prindrit? Ofroni vakte të shpeshta dhe energjike. Shtoni yndyra të shëndetshme. Mos e detyroni fëmijën të hajë. Krijoni ambient të qetë gjatë ushqimit. Mos e ktheni ushqimin në betejë. Sepse stresi gjatë vakteve shpesh e përkeqëson situatën. Pesha nuk është treguesi i vetëm i shëndetit. Një fëmijë që është aktiv, fle mirë, buzëqesh, zhvillohet normalisht, ndërvepron, ka energji, mund të jetë plotësisht i shëndetshëm edhe nëse është në përqindje të ulët të peshës. Rritja është shumë dimensionale. Ankthi i prindërve. Shpesh, pesha bëhet burim ankthi më shumë për prindrit se sa për fëmijën. Shoqëria ka krijuar idenë se bebi shëndetshëm duhet të jetë i mbushur. Por, sot e dim që obeziteti në fëmijëri është problem në rritje. Një fëmijë i dobët nuk është automatikisht i sëmur. Durimi është çelësi. Rritja nuk është lineare. Ka periudha qetësie, ka periudha shpërthimi. Shpesh, fëmijët rriten në gjatësi dhe pesha duket sikur mbetet mbrapa për pak kohë. Pastaj balancohet. Trupi ka ritmin e vet të mençur. Pyetja nuk është pse nuk po shton si të tjerët. Pyetja është apo rritet në mënyrën e tij të shëndetshme. Sepse çdo fëmijë është një univers më vete. Dhe ndonjëherë, ajo që duket si problem në grafik është thjesht një variacion normal në histori. Mbani mend, grafiku është udhërrëfyes, jo gjykim. Dhe prindërimi nuk matet me kilogram. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit.